Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, data është 20 muaj është i 7 viti 2026 e hënë në mbrëmje pak para mesnate. Dhe vargëvi, ndodhit e mbrëmjes të akşamit ndryshojnë nga ajo që ndodhi para dite. Dhe para dite ka pasur të tjera zhvillime. Pse dikush në Gostivar ka 3 ditë, 4 ditë që po ndodh diçka që askush nuk e ka të qartë çfarë është helmim apo është ndonjë virus. Pse dikush rastin e Gostivarit këtyre ditëve për poena politik e kërkon ndërheqjen e Valbon Limanit si baraspesh zgjedhjet e parakohshme me zgjedhjet që do mbahen në Bervenicë. Presioni pra për Gostivarin, pazari për Bervenicën. E dini se unë bëhem i mençur. Mickovski e tha sot, kryetari i Gostivarit gjithë të tjerët kanë përgjegjësi morale, e timi do të vërtetojë edhe përgjegjësinë ligjore. Edhe unë këtu pajtohem me ty. Se bëhet fjalë, Mickovski, këtu bëhet fjalë për 1200 sipas informatave të para që dha. 1200 veta që dha qeveria. Pas gjendjes alarmante të krijuar në Gostivar, ku është e shpallur epidemi, kanë reaguar krerët e shtetit dhe partitë politike. Kryeministri Christian Mickovski kërkoi përgjegjësi për situatën, duke theksuar se të gjithë ata që kanë pasur detyrime institucionale duhet të japin llogari, duke nisur nga kryetari i komunës. Sipas tij, përgjegjësia morale nuk mund të shmanget në një situatë të tillë. Ai shtoi se nga sot, ndërmarrja publike ujësjellëse në Gostivar duhet të nisë procesin e pastrimit të sistemit dhe dezinfektimit. Përgjegjësi morale, absolutisht atje të gjithë, nga i pari deri te i fundit, duhet të mbajnë përgjegjësi, përveç asaj që supozoj se prokuroria do të merret me një lloj tjetër përgjegjësie, pres që nga kryetari i komunës e të poshtë, të gjithë të mbajnë një përgjegjësi të caktuar morale. Ky është pra Mickovski, sot i pyetur. Dhe të gjithë pajtohemi në atë se dikush duhet të përgjigjet. Filluan veç edhe marrit në pyetje nga prokuroria dhe gjykata edhe të përgjigjet në NPK të Gostivarit lidhur me ujin. Tash unë do mbam pak i mençur. A mund të ketë këtu shoqëri që nuk pati viktima? A mund të ketë tash baraspesh politike në këtë situatë? Duke i referuar deklaratave. Këmbgulja Mickovsit për përgjegjësi morale të kryetarit të Gostivarit, Valdet Limanit, sigur nuk lidhet me krahasimet dhe me dorëheqjen e kryetarit të Koçanit. Mbani mend në Koçan 63 viktima. Ende gjykimi vazhdon. Kryetari i mëparshëm i Bashkisë së Koçanit, Lukçe Papazov, nga VMRDP, dha dorëheqjen pas zjarrit në diskotekën Puls. Dhe është ndër të panderut në këtë rast tragjik në Gostivar, për fatin në fatkeqësi nuk pati viktima. Por përgjegjësi morale dhe ligjore duhet patjetër të ketë, pajtohemi me kryeministin. Mirë po tash kanë filluar në kuluare të ndryshme, po se është edhe ngjelesë dhe më e thonë, në politikë edhe heshtet. Në politikë rrallë herë rastësitë janë krejtësisht rastësi. Kur një partner i koalicionit vjet në presion në një komunë dhe paralelisht hapen dilema për kandidaturat në një komunë tjetër, lind pyetja nëse po zhvillohen pazare politike apo përdoret presioni nga VMR ndaj vlerit në Gostivar për zgjedhje të parakohshme për të fituar lëshime në Bervenicë. Bervenicë VMR nuk ka shanse. Derisa nuk ka prova publike, kjo mbetet një hipotezë politike, por koha dhe vendimet e partive do të tregojnë nëse bëhet fjalë për një koincidencë apo për negociata të heshtura. Logjika e krahasimit do të ishte kjo. Në anën tjetër, nëse në prapaskend të ekzistonte një kërkesë që vlen të mos insistojë në kandidatin e vet në Bervenicë, atëherë dikush mund ta interpretojë këtë si një lloj kompenzimi politik. Lëshoni Bervenicën dhe ne do të jemi më fleksibil për Gostivar. Në njërin anë, Mickovski deklaron sekretari i Gostivarit dhe të tjerëve mbajnë përgjegjësi morale, ndërsa timi do të përcaktojë përgjegjësinë ligjore. Kjo e vendos vlenin në një pozitë të vështirë politike në Gostivar ndaj Bervenicës. Qëndro? Pra, veç matematikat po bëhen. Kur mund të në Koçan, pse nuk mundet në Gostivar? Dhe gjithandej. I kthehemi prapë ministrit të drejtësisë Jeton Shasivaret, i cili si duket sot u tran pak nga muaji i mjaltit, vën gati një javë tepër. Shasivari u pa në ekspozit. Drejtësia në pritje, vleni flet për rezultate, por ministri ende pa asnjë veprim konkret. Hajde ministër, kur do dalësh në aksion?
Ministri i drejtësisë jeton Shasivari, vazhdon të shmang çështjet që bien drejt për drejt në përgjegjësinë e tij institucionale. Në vend që të nisë reforma konkrete në drejtësi, të adresoj rastet e pazgjidhura, të kërkoj përgjegjësi për padrejtësitë ndaj shqiptarëve apo të ndërmarr iniciativa ligjore, ai shfaqet në aktivitete kulturore dhe ceremoniale si hapja e një ekspozite fotografike. Okej, këtë është rregull. Askush nuk e vën në dyshim rëndësinë e kulturës, por qytetarët presin ministri Sheshet që ti drejtësisë të merr masa parse gjitha që kanë bënë me drejtësi, derisa sistemi vazhdon të përballet me mungesë besimi, procese të stërgjatura dhe raste që presin zgjidhje. Pjesëmarrja në aktivitete protokollare nuk mund të zëvendësojë punën për cilën ai është emëruar. Paradoksi bëhet edhe më marr kur vlen akuzon BDI për raste të montuara që duhet t'i çmontoj ministri aktual, për padrejtësi që duhet t'i drejtoj ministri aktual, për diskriminim që duhet t'i t'ua kthej të vërtetën, pra nga ministri aktual dhe mungesë epilogu për shumë ngjarje. Hajde ministër. Nëse këto akuza janë të sinqetra, atëherë ministri i drejtësisë duhet të jetë i pari që nis veprime konkrete për t'i rihapur këtë çështje ose për të kërkuar përgjegjësi institucionale. Përndryshe, deklaratat vetëm retorik politike. Partia e tij vlen i cili i caktoi disa tema që ai duhet të zgjidhë. Lexo ministër. Po ashtu vlen rendit projektet infrastrukturore si kampusi në Teres, rruga Shkup-Llac, rruga Teto Prezident dhe korridori si dëshmi të suksesit. Megjithatë, këto janë projekte që lidhen me ministri të tjera. Qytetarët kanë të drejtë të pyesin cili është rezultati konkret i ministrit të drejtësisë dhe jeton Shasivar. Cili është tash? E dini se pret ekstradimi i Gruevskit. Nuk pret ministër tjetër, jeton Shasivari. Dhe është duke heshtur 7 ditë. Ose mbase nuk ka marrë leje nga Mickovski. Ose Mickovski është tërhequr nga kjo. Asgjë, pra. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Dhe është parë pastaj në një aktivitet në gjykatën penale në Shkup, që është në rregull. Vizit. Mirë po, a u ka kërkuar llogari për lëndet apo është diçka tjetër, vetëm vizit kurtual, është çështje tjetër. Por unë do i kisha thënë ministrit të drejtësisë jeton Shasivar. Është një drejtori, e cila ka një listë, drejtoria e zbatimit të sanksioneve. Dhe është organ në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë RMV. Ministri Sheshet kërkoi listat kush i fshen nga viti 2010 deri në 2021 në cilën shqiptar në gjithë Republikën e Maqedonisë së Veriut, qoftë shqiptarët, qoftë maqedonasët, fshehen njerëz të cilët nuk vuajnë ende burgun me formë të prerë kanë vendimin për vepra penale të ndryshme. Unë kërkoj që posaçërisht në Tetov, Shkup dhe Gostivar të merresh me këto, edhe në Korçov dhe në Strug. Frerat të ndryshme shëtisin rrugëve. Ndërsa, që ata që janë në përbugje nuk janë shqiptarë, vetëm këto që kanë shqiptarë. Pse se këta kanë pasur mundësi që të reagojnë. Ata s'kanë mundësi, janë më të varur. Pra drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve, shpesh quhet edhe drejtoria e sanksioneve, është organ në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ajo funksionon në këtë ministri dhe drejtohet nga një drejtor. Mirë po, kompetencat kryesore të saj përfshin administrimin dhe mbikëqyrjen e burgjeve dhe institucioneve korrektuese, ekzekutimin e dënimeve me burg dhe sanksionet e tjera penale. Këtu e kemi fjalën. Kretë e dinë se ai është i dënuar, ai shëtitet rrugëve. Gostivar, Tetov, Shkup. Klasifikimin dhe transferimin e të dënuarve. Mbikëqyrjen e ligjshmërisë së punës të institucioneve ndëshkuese dhe korrektuese. Zbatimin e politikave dhe ligjeve në fushën e ekzekutimit të sanksioneve. Pra, nëse ministri i drejtësisë flet për gjendjen e burgja, aratisje, kushtet e vuajtjes së dënimit ose përgjegjësinë e drejtorisë për ekzekutimin e sanksioneve, këto heshtje bien brenda dhe këto çështje bien brenda fushëveprimit të Ministrisë së Drejtësisë. Ka pse të jeshtë, edhe pse drejtoria ka kompetenca të veçanta operative. Ama është në kontrollin organ i Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Pra, çfarë nuk dëgjosh? Presim, ministri Sheshet, presim ne. Nuk pa asgjë deri tash nga ti konkretisht. Java kaloi. Ai tjetri barem bëni një gjë, doli deri te Tetov, ministri i kulturës Sedat Sulejmani. Palivali dhe okej, nuk është okej, për unë vetëm më vjen një situatë mjaft interesante. Kur kush asgjë nuk ka kundër askujt. Pra jeton Shasivari sot ka takuar edhe ushtruesin e detyrës së ambasadës së Amerikës në Shkup. Dhe ka kërkuar ndihmën e shpasur për reformën e legjislacionit penal. Pse nuk ka penalista Maqedonia? Jeton Shasivari po ndjek rrugën e parapragëve, po sërish 8 ministrave që folës në 22 vite nga radhat e BDI-s në postin e ministrit të drejtësisë. Takimi me ambasadorën ushtruesen e detyrës në SSHBA-s në Shkup. Nuk pati ministër që nuk u takua
me ambasadën e Shtetit Bashkuar. Pra, u duhet për PR, kinse, ja, me Amerikën dhe u kry bacë. Vazhdojmë me të vjetrën. Dhe u doli njësoj 8 të tjerëve alibi për dështimin e sigurt. Pra ta kemi, nuk do me thënë se Amerika është me ministrat. Dhe kanë detyrë pune. I shëretet janë. Po çka se u takohet ministrat? Nga ambasada takon edhe me opozitën. Këtu 30 ditë takon edhe gjithë ministrat. Ageler e tha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës $500 milion kanë dhënë për sistemin gjithësor SHBA nga viti 1990 deri tash. Ku është reforma? Ku janë gjërat e tjera? Ka dhënë RMV dhe jemi aty ku jemi. Vërejtjet më të mëdha vijnë nga BE-ja. Ministri ule dhe realizoi raportin e Korikut. Dhe ministri ton Shasivari, të jesh i sigurt se në tetor 2026 do të vinë me 0 përparime raportet e Bashkimit Evropian. Nuk do të mush të gjendesh deri atëherë. Takimet të organizohen nga i njëjti staf në ambasadën e Shtetit Bashkuar. Punë kanë ata. Këtu 20 ditë. Atë takon edhe me njerëz që janë në listën e zezë. E mbani me një ditë përpara ka pasur takim Ageler Rubi, nesër Ageler e nxjerr në listën e zezë. Nisër okay. Presim punë që të fillosh, besoj se i ke detektuar. Me bismillah, ha? Pra kërkohet ndihmë huaj për legjislacion penal. Kritika mund të jetë se Ministria e Drejtësisë duhet të mbështetet më shumë te ekspertët vendor dhe institucionet akademike, ndërsa ndihma ndërkombëtare të plotësuesi jo thelbësore. Pra ka dhe mungesë konkretizimi. Deklaratat flet për shkëmbim përvojësh dhe ndihmë ekspertësh, por nuk sqaron se cilat ligje penale do të ndryshojnë, çfarë probleme shënon të zgjidhen dhe cili është afati i reformave. Rezultatet, jo vetëm takimi. Një kritik mund të jetë se qytetarët presin rezultate të matshme në luftë kundër korrupsionit dhe reformën e drejtësisë, jo vetëm njoftime për takime diplomatike. Këto edhe korrupsioni. Brenda gjykatave, me gjykatësit. Varësia nga brenda ndërkombëtare mund të shtrohet pyetja nëse reformat po ndërtohen mbi një strategji të qëndrueshme shtetërore apo varen kryesisht nga projektet dhe financimet të donatorëve. Mbështetja e SHBA-s për reformën në drejtësi është e rëndësishme, por mbetet pyetja pse pas kaq shumë vitesh reformash dhe asistentë ndërkombëtare, Ministria e Drejtësisë ende kërkon ndihmë ekspertësh për legjislacion penal. Qytetarët presin më pak deklarata për bashkëpunim dhe më shumë rezultate konkrete në luftë kundër korrupsionit, funksionimin e drejtësisë dhe kthimin e besimit të institucioneve. Unë këtë ministër mund të ta them, dhe atë di, si Zoti që është një, nuk e di ti në cilin Zot besoj, por unë besoj te Allahu. Si Zoti që është një. Në asnjë vend në botë, ambasadat e cilët bëjnë punët e tyre, nuk u japin përkraje qeverive. Ata i takojnë qeveritarët, por nuk u japin përkraje publike për shkak se ato të tostojnë ujti shkon të poshtë, gjali tërma. E këtu do ndodhte e kundërta. Ujti do shkonte tërma. Askush nuk ka përkraje deklarative publike se po ju jeni. Jo për shkak të opozitës, për shkak të parimeve të drejtës ndërkombëtare. Okej, nuk është okej, por unë këtu po e përfundoj me personte me të Shasivari. Pra, argëtime sa të doni. LSDM ka akuzuar sot qeverinë e Republikës së Maqedonisë për rezultatet për ujin e Kosovës, po mbahen të fshehta për të shmangur përgjegjësinë. Pra, ka akuzuar drejt personalitet vëmërodhëpënë, partinë në pushtet, se ka çuar në degradimin e institucioneve shtetërore. A ekziston ende dikush që i beson seriozisht Mickovskit atë LSDM? Si mund të kërkohet publiku të ketë besim te një prokurori, kur Komisioni Evropian vetëm pak ditë më parë po publikoi një raport në cilin evidentohen qartë ndikimet politike mbi të dhe përkatësisht ndikimi i Mickovskit. Nuk bëhet fjalë për një tjetër prokurori, drejtuesin e cilit Mickovski e cakton dhe e theret nga foltore e kuvendit ndërsa ushtron ndryshim ndaj saj përmes mediave dhe e përdor për të dhënë me telefon urdhra për përndjekje politike. Për çfarë arsye nuk bëhen publike rezultatet e analizave të ujit në Kosovë, pyet LSDM-ja sonte. Apo i mban të fshehur këto rezultate të njëjta prokurori? Sipas urdhrit të Mickovskit, për shkak se ato mund të zbulojnë gjetje të tjera të hapen çështje të përgjegjësive të reja. Vëmërodhëpënia vijon përpjekjet për ta aktivizuar përgjegjësinë vetëm si morale dhe për ta transferuar atë në nivel lokal, ndërkohë që institucionet në kontrollin e saj heshin dhe nuk i nxjerrin informacion. Banorët e Kosovës, sigurisht se gjithë qytetarët e Maqedonisë kanë të drejtë ta mësojnë të vërtetën e plotë në vend që të përballen me arsjetime dhe me përgjegjësi selektive që synojnë mbrojtjen e strukturave kriminale të qeverisë, deklaroi nga LSDM-ja sonte. Okej, nuk është okej. Por unë vazhdojmë atë. Ndërsa, po ashtu edhe kryetari i Komunës së Kosovës, cilët vërtet janë turrur sonde, gjitha mediumet dëgjojnë maqedonase shqipe. Elvan Limani, kryetar Komunës së Kosovës, thotë, personat përgjegjësit në Republikën publike pezullohen deri në zbardhjen e rastit. Dhe është mëse vërtet.
Kryetari i Komunës së Kosovës ka bërë të ditër se pas takimit me drejtoresha dhe personat përgjegjëse në ndërmarrjen publike është vendosur që ata të kenë rolin e menaxhimit në ndërmarrjes për moment të mos i kryejnë detyrat e tyre. Dhe atyre u ka trokitur prokuroria. Vërtet është rënd femra të jetë nën përcjelljen e policisë. Por, unë e kam thënë dhe po e përsëriti. Vetëm politika nuk njeh gjini. Posti nuk njeh gjini. Pra, më shumë keq dhe më di se ata mund të s'kenë asnjë faj, dhe besoj se në pafajësinë e tyre, por posti, vetëm posti nuk njeh gjini. Nuk është okay, por unë vazhdoj më tepër. Gjithandej vlon Maqedonia, vërtet vlon Maqedonia nga budallakite pushtetare. Asnjë përparim në Maqedoninë Perëndimore, asnjë. Asnjë. BDI thot, brenda një dite qyteti i Shkupit 2 herë shkeli hapur detyrimin ligjor për përdorimin e gjuhës shqipe. Kush inspektorati për përdorimin e gjuhëve? Drejtori i Vlenit të ja dorëheqë më njëherë. Pajtoha. Por, ku ishte inspektorati i BDI, cili në theqë tash një ishte ambasador, gjatë kohës kur ishte drejtor, nuk doli të paktën të dënoj një ndërmarrje shtetërore ta zonë në Shkup ose në Tetov që nuk e përdor gjuhën. Nuk dolën. Nuk dolën. E për atë Vleni ka akomoditet. Bën atë që bën. Për atë Vleni, sepse këta s'kanë bërë vërtet ne nuk pam se dënuan dikënd 20.000-30.000 euro udhëhecin e saj. Nuk pam. Vërtet nuk pam. Është për të ardhur keq sepse vërtet ama paraja edhe shejtanin e trondën. Punojtësi i Universitetit të Tetovës dishohet se përveçojnë mbi 3.3 milion denar nga pagesat e studentëve. Drejtoria e Policisë Financiare ka ngritur kallëzim penal në prokurorin themelor Republikën e Tetovës dhe një punojtës të Universitetit të Tetovës, nëse dyshimi për keqërim të pozitës zyrtare dhe falsifikim të dokumenteve, sipas Policisë Financiare, i denoncuari, i punësuar si bashkëpunëtor i lartë për logjistikë dhe punë në terren, gjatë periudhës mars 2020, shkurt 2023, dishohet se ka përveçuar paratë që studentët ja kishin ndërzuar për pagesat të participimit, bashkëfinancimit dhe shpenzimet të tjera të studimeve. Në vend që të shpenzonte mjetet në llogarinë e universitetit përmes platformës e-paj, ai dishohet se ka mbajtur për vete duke përfituar në mënyrë të komunikalimshme rreth 3.362.272 denar. Njëtë shumë sipas kallëzimit i është shkaktuar dëm financiar në Universitetit të Tetovës. Okay. E ka bërë, mbase e ka bërë pasi ja edhe ka raport, por unë dhe kësha thënë, pse be nuk morët ju të policisë financiare njerë me më të mdhejt, të shojmë ata të tjerët. Njërët janë dashur para, di kthe. Nuk është okay, por më vjen shumë keq për këto ndodhite e vogla që do i pagojnë qytetarët e vegjël, ndërsa peshku i madh nuk është duke i paguar. Tu një përshëndetje me Mesut Shabanin në podcastin Mesut Shabani.